disa raste ku nuk përfitohet. Për shembull, një individ i cili e ka pasur pagën në nivelin minimal, 50.000 lekë të reja në muaj. Ky individ është në zonën e patatueshmërisë, nuk ka paguar tatim dhe si i tillë mbetet i patatueshëm, pra nuk ka çfarë rimburson. Pra dikush që i ka pagën bruto gjatë vitit 50.000 lekë të re, çdo muaj 50.000 lekë të reja dhe shkon në 600.000 lekë, nuk ka paguar tatim gjatë vitit, për këtë arsye nuk ka pse të pres rimbursim nga ndonjë tatim i mbipaguar. Një rast tjetër është për shembull kur këta të dy punësuarit ndodh që se rezultati... Më fal, profesor. Tani, në këtë rast, edhe nëse marrin edhe shpenzimet 1 milion lekë nuk ju njihen? Në këtë rast, kur e kanë 50.000 lekë? Po, nuk i njihen sepse ideja është ty të rimbursohet tatimi i paguar. Ti ke qenë gjithë vitin pa tatim. Nuk ka arsye që ti të rimbursohesh për një tatim që se ke paguar. E kuptoj. Pra kjo është ideja. Zakonisht skema më e zakonshme që nuk do përfitoj, do t'jenë këta. Për shembull, një bashkëshort i cili ka një NIP të person fizik, supermarketi Lagjes, i cili si rezultat i normës 0% që është për ta, bashkëshorti i cili mendon se do ta realizojë këtë gjë, 48.000 lekë tek diva e tij, gruaja për shembull, e di shumë mirë që duhet të di që nuk mund ta përfitojë këtë gjë, sepse është bashkëshorti i cili ka hapur NIP-in si person fizik, i cili ka të ardhurat më të larta si person fizik, ai që duhet vendosi këto zbritje tatimore.